Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas kërkesës së opozitës për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar, presidenca theksoi se është në komunikim të vazhdueshëm me anëtarë dhe informohet në kohë reale për të gjitha çështjet e sigurisë. Këshilli ka rol këshillimor dhe nuk merr vendime për çështjet që diskuton, ndërsa mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Presidenti dhe institucionet përgjegjëse janë në koordinim të vazhdueshëm me partnerët vendas dhe ndërkombëtar për të garantuar mbrojtjen e vendit. Në përgjigje të kërkesës së opozitës për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, presidenca sqaroi rolin dhe funksionimin e këtij organi, duke theksuar se kreu i shtetit Bajram Begaj është në komunikim të vazhdueshëm me anëtarë dhe merr informacion në kohë reale për çdo situatë që lidhet me sigurinë e vendit. Këshilli i Sigurimit Kombëtar është organ këshillimor në mbështetje të presidentit të Republikës për ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të veta kushtetuese dhe ligjore. Këshilli i Sigurimit Kombëtar nuk merr vendime për çështje që diskuton. Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Presidenti theksoi gjithashtu se mekanizmat ekzekutiv të sigurimit janë aktiv dhe funksional, ndërsa institucionet përgjegjëse mbajnë vigjilencë të plotë dhe ndjekin situatën në çdo moment. Presidenti i Republikës ka konstatuar se të gjitha institucionet e relevante janë vigjilente dhe po ndjekin të plotë situatën. Mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Gjithashtu, presidenti i Republikës ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj ndërkombëtar është në nivele të larta. Presidenca pohoi se institucionet e sigurisë, duke përfshirë ato ligjë zbatuese, janë në koordinim të vazhdueshëm me partnerët vendor dhe ndërkombëtar për të shmangur çdo problematikë që mund të lidhet me sigurinë e Shqipërisë. Presidenti vijon komunikimet me institucionet përgjegjëse për sigurinë publike dhe kombëtare, të cilat janë në koordinim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët tanë, si dhe në krye të detyrës për përmbushjen e detyrimeve të tyre kushtetuese dhe ligjore. Presidenti vazhdon të rekomandojë masa specifike për të garantuar mbrojtjen e vendit, duke pozicionuar Këshillin si një mekanizëm këshillimor thelbësor për menaxhimin e rreziqeve kombëtare. Paralajmërimi i ambasadës amerikane për rrezikun e mundshëm nga grupet e lidhura me Iranin u bë kryefjala e seancës parlamentare të së njëjtës. Opozita kërkoi sqarime nga kryeministri Edi Rama dhe mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Përfaqësuesit e qeverisë thanë se nuk ka vend për panik dhe se Shqipëria nuk ka informacione për sulme të drejtuara ndaj vendit. Në seancën parlamentare të së njëjtës, paralajmërimi i ambasadës amerikane në Shqipëri mund të jetë shënjesë të sulmeve nga grupet të lidhura me Iranin, dominoi debatin. Deputetët e opozitës kërkuan praninë e kryeministrit Edi Rama për të dhënë shpjegime mbi masat e marra dhe të sqaronin gjendjen e sigurisë. Kazbent Bardhi kërkoi gjithashtu mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të vlerësuar situatën. Çështjet e sigurisë kombëtare nuk janë çështje as Twitteri, as qëndrime me burimet qeverisë, as çështje kafenesh. Janë çështje të rëndësishme. A ka koordinim mes partnerëve ndërkombëtar për çështjen dhe çfarë informacionesh ka shkëmbyer qeveria shqiptare me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës? Dhe në emër të grupit parlamentar të PD-s, unë kërkoj prezencën e kryeministrit për na dhënë shpjegime për 4 pyetjet që citova më lart. Përfaqësuesit e qeverisë theksuan se nuk ka arsye për alarm. Ata sqaruan se paralajmërimi i ambasadës i drejtohet shteteve të tjera europiane dhe se autoritetet shqiptare janë në kontakt të vazhdueshëm me partnerët amerikanë dhe NATO. Duhet siguroj deputetin Shehu dhe gjithkënd në sallë dhe jashtë sallë. Ne ndjekim me shumë vëmendje, me shumë seriozitet, si deklaratat e partnerëve tanë këtu, jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, janë diskutime që bëhen në forumet e ndryshme, por ajo që duhet të them është që vlerësimi që kemi sot, duke ndjekur me vijimësi të gjitha ngjarjet, të gjitha deklaratat, të gjitha zhvillimet, është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Deputeti opozitar Fatmir Mediu kërkoi që Këshilli i Sigurisë Kombëtare të mblidhet, duke theksuar se Shqipëria duhet të ketë vlerësime të qarta dhe planifikim të masave parandaluese. Unë i kërkoj Presidentit të Republikës që të thërrasë urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të analizuar një situatë e cila nuk mund të kapërcet thjesht me deklarime këtu në kuvend, as me politizimin e kësaj çështje. Po ju kërkoj edhe ju, zoti kryetar, si numri 2 në hierarkinë protokollare të shtetit,
dhe ish ministri i mbrojtjes që t'i kërkoni Presidentit e Republikës të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Tabulant Balla e kundërshtoi këtë duke deklaruar se Shqipëria nuk ka informacione për të qenë target i këtyre sulmeve. Dashur motra e vëllezër shqiptar, Shqipëria aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vend antar i NATO-s, nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve. Ti shkoje për hesap aty para drejtësisë se ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke një 20 vjetu. Para lajmërimi i ambasadës amerikane, u dha të mërkurën duke këshilluar qytetarët amerikanë të tregojnë vigjilencë të shtuar dhe të shmangin vendet turistike të mbipopulluara, pasi grupe të lidhura me Iranin mund të synojnë subjekte të lidhura me SBA-n ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një bashkëbisedim të rinj mbi ecurinë e negociatave në Bashkimin Evropian. Ai deklaroi se Shqipëria ndodhet në një moment historik ku janë bashkuar të gjithë faktorët për integrimin. Rama foli edhe për korrupsionin, duke theksuar se perceptimi është më i lartë se realiteti. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një bashkëbisedim me të rinjt, ku në fokus ishte procesi i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe perspektiva e integrimit evropian të vendit. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh optimist për ecurinë e këtij procesi, duke theksuar se Shqipëria ndodhet në një moment të favorshëm historik. Faza e parë është në dorën tonë në një masë shumë madhe. Faza tjetër është në dorën e tyre në një masë shumë madhe. Yjet janë bashkuar dhe të dy palët kanë të njëjtin interes. Ne duam të hyjmë, ata duan të zgjerohen. Kjo është konjunktura e re. Nëse ata në një moment caktuar do thonë jo, s'duam të zgjerohemi, dinamika ndryshon. Por për momentin që flasim, ky është realiteti. Kush ju thot diçka tjetër, ju tregon një prallë. Në vijim të bashkëbisedimit, kryeministri u ndal edhe te çështja e korrupsionit, një nga sfidat kryesore në rrugën drejt integrimit. Rama theksoi se perceptimi për nivelin e korrupsionit në vend është më i lartë se sa realiteti, duke nënvizuar se qeveria ka ndërmarrë një sër reformash për ta luftuar këtë fenomen. Unë mendoj që korrupsioni në Shqipëri sot është shumë më i madh në perceptim se sa në realitet. Jo se në realitet korrupsioni nuk është problem, korrupsioni është problem. Është problem për atë shkak që thash më parë, që akoma institucionet janë në formësim, sepse çfarë e bën korrupsionin aktiv edhe të suksesshëm në thonjza, po suksesshëm në të keq, është hapësira që ai gjen si një alternativë për personin ose subjektin që kërkon të marrë një shërbim, të fitojë një të drejtë dhe të cilën institucionet nuk ja garantojnë. Pra ky është korrupsioni. Shumë shpesh ne ngatrojmë, njerëzit e ngatrojnë korrupsionin me thjesht persona të këqij që duhen marrë edhe duhen çuar në ferr dhe pastaj ne do shpëtojmë. Jo. Rama renditi masat dhe reformat e ndërmarra nga qeveria, duke theksuar se lufta kundër korrupsionit mbetet një prioritet kyç për përmbushjen e standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe për avancimin e mëtejshëm të negociatave. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në ceremoninë përkujtimore për 4 të vrarët në 2 prill të 1991 në Shkodër. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se po pengon integrimin evropian të Shqipërisë dhe mohon të drejtat e opozitës në parlament. Berisha bëri thirrje për bashkim të qytetarëve në protestën e opozitës. Në Shkodër, kryedemokrati Sali Berisha mori pjesë këtë të njëjtën në ceremoninë përkujtimore në nderim të 4 të vrarëve në 2 prill 1991, një ngjarje që Partia Demokratike e cilëson si masakrën e fundit të komunizmit në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij, Berisha kujtoi angazhimin e gjeneratës së studentëve dhjetorit të 90-s për një Shqipëri europiane dhe kritika e tij u përgjendrua mbi kryeministrin Edi Rama, të cilën e akuzoi se po pengon këtë proces. U shtoj ato ditë me fuqishëm se kur Shqipëria si Europa. Çfarë ndodh sot? Edi Rama për vjedhjet e tij i bllokon Shqipërisë dyert e Europës dhe i tregon derën e Beogradit. Premtoi pasaportën europiane dhe tani ofron pasaportën e Beogradit. Tani kërkon për të mbajtur pushtetin dhe karrigën. Armiku i qenjës shqiptarëve, armiku i tardhmes shqiptarëve, i ditërit tyre. Edi Rama është i vetmi kryeminist në Europë. Berisha akuzoi gjithashtu kryeministrin për shtypjen e opozitës në parlament. Kryengritja paqësore nuk është një ndeshje futbolli që përfunon brenda një afat. Të gjithë do donim të ishte atill, po që në momentin që thuhet kryengritje paqësore, vetë kuptohet që ajo është një lëvizje e qëndrueshme dhe vazhdon gjën realizim në qëllimeve. Ju mund thoni se
Çfarë bën këto protesta? Këto protesta e vërteta është mbrojtën në një moment kritik nderin dhe dinjitetin e çdo shqiptari. Në mbyllje të fjalës së tij, Kryedemokrati bëri thirrje për bashkim të qytetarëve në protestën e opozitës, duke theksuar nevojën për mobilizim kundër politikave të qeverisë dhe për mbrojtjen e pluralizmit politik në vend. Deputetja Jorita Tabaku denoncoi në kuvent disa godina të pasurisë kombëtare që do të shëmben për të ndërtuar në to disa kulla. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj u shpreh se çdo investim po realizohet me transparencë dhe sipas standardeve europiane. Tabaku paralajmëroi se ky proces mund të rrezikojë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë interpelancës në Kuventin e Shqipërisë, deputetja Jorita Tabaku ngriti shqetësime për disa godina të pasurisë kombëtare, të cilat sipas saj do të shemben për të hapur vend për ndërtimin e kullave të reja. Tabaku theksoi se një veprim i tillë jo vetëm që shkatron trashëgiminë historike, por gjithashtu mund të ketë pasoja negative në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. U mbrojt arkitektura e një vjedhje globale, e organizuar. Pasuria kombëtare nuk është trashëgimi familjare. Pasuria kombëtare nuk mund trajtohet si një pazar i mbyllur. Nuk mund të lejojmë që kjo piramidë e vjedhjes pronës publike të kalojë pa llogaridhënie. Nuk mundet me forcën e kartonave sot vazhdojnë të kalojnë ligje speciale që e mbajnë pushtetin këmbë. Do vi një moment që kjo pronë publike do i kthehet shqiptarëve. Do vi një moment që kushdo do t'jap llogari e nuk do e keni as forcën e kartonave. Interpelanca e kërkuar nga deputetja Tabaku ju delegua Ministres së Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, e cila argumentoi se të gjitha investimet po realizohen me transparencë të plotë dhe duke respektuar standardet europiane. Në stadiumit është zhvillimi i stadiumit nuk e prek drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe përfaqësuesit që keni në Këshill Bashkiak duhet ju kishin informuar sepse janë atje për të dhënë zërin e popullit që i ka votuar, nuk janë atje për të bërë spekulime. Diskutimi nxiti një përplasje mes opozitës dhe qeverisë, ku Tabaku paralajmëroi se vendime të tilla mund të minojnë besueshmërinë e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Një ditë pasi u paraqit si avokati Erion Veliajt, Plaren Dreca u paraqit këtë të njëjtë si i pandehur në gjykatën e posaçme. Ai akuzohet për shkelje të barazisë në tendera gjatë kohës se sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme për rikonstruksionin e 4 komisariateve. Dreca kërkoi shpadhjen të pavlefshme të provave dhe fakteve të prokurorisë, vendim për të cilën do të merret në seancën e ardhshme. Plaren Dreca, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme nga korriku 2019 deri në shtator të 2020-s, është paraqitur këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme si i pandehur në një çështje të lidhur me tenderat për rikonstruksionin e 4 komisariateve në vend. Çështja ka nisur me kallëzimin e bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili dyshon se gjatë procedurave për ndërhyrje në komisariatet e Vlorës, Mirditës, Pogradecit dhe ati numër 4 në Tiranë janë kryer devijime ligjore. Gjatë seancës, Dreca kërkoi shpadhjen e pavlefshme të provave dhe dokumenteve të sjellura nga prokuroria për krimin, duke argumentuar se ato nuk mund të përdoren kundër tij. Vendimi mbi këtë kërkesë pritet të jepet në seancën e ardhshme. Ralb Breçani, shpadhur në kërkim që në nëntor të vitit 2023 për pjesëmarrjen në një grup kriminal të trafikut të kokainës nga Amerika Latine në Europë, u vetërzua të mërkurën në Spanjë. Dorëzimi i tij vullnetar ka lehtësuar nisjen e procedurave për ekstradimin drejt Tiranës. Ralb Breçani, djali i zëvendës drejtorit policisë së Tiranës, Erzem Breçani, i cili ishte shpadhur në kërkim që nga nëntor i vitit 2023 ka vendosur të vetëdorëzohet autoriteteve spanjolle, duke shënuar një zhvillim të rëndësishëm në hetimet ndërkombëtare për trafikun e drogës. Breçani akuzohet për pjesëmarrje në një grup kriminal të trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës, një aktivitet që autoritetet shqiptare dhe ato ndërkombëtare e kanë ndjekur me vëmendje të madhe. Dorëzimi i tij vullnetar i kryer të mërkurën ka lehtësuar procedurat ligjore për ekstradimin drejt Tiranës, duke shmangur vonesa të mundshme dhe duke siguruar që ai të përballet sa më shpejt me akuzat. Shqipëria dhe Spanja ka një marrëveshje ekstradimi, e cila parashikon bashkëpunim të ngushtë mes organeve gjyqësore dhe atyre të rendit për të garantuar transferimet e të pandehurve në mënyrë të sigurt dhe brenda kuadrit ligjor. Procedurat për ekstradim pritet të përfshijnë verifikimin e dokumentacionit, mbledhjen e provave dhe koordinimin mes prokurorive të dy vendeve. Rasti i Breçanit ka tërhequr vëmendje për shkak të lidhjeve të tij familjare me ish drejtorin
Qendrore e Lartë të Policisë së Tiranës dhe për rëndësinë e akuzave të cilat lidhen me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe organizimin e rrjeteve kriminale transnacionale. Ekspertët e sigurisë dhe hetuesit shqiptar theksojnë se sjellja e tij në vend është një hap i rëndësishëm për hetimet, pasi mund të çojë në identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë dhe zbardhjen e strukturës së grupit kriminal. Në vijim, Eral Bëbriçani do të qëndrojë në mbikëqyrjet e autoriteteve spanjolle derisa të përfundojnë procedurat e ekstradimit dhe të transferohet në Tiranë, ku do të përballet me akuzat për shkelje ligjore serioze në kuadër të aktivitetit kriminal të grupit të trafikut të drogës. Një 78 vjeçar është gjetur i pajet në banesën e tij në fshatin Bulgarec të Korçës. Policia po heton nëse bëhet fjalë për vrasje apo vdekje aksidentale, pasi viktima kishte dëmtime në kokë. Përgjigjja përfundimtare pritet nga ekspertiza mjekoligjore. Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Bulgarec në Korçë, ku një 78 vjeçar është gjetur i pajet në banesën e tij gjatë ditës së enjte. Viktima Gëzim Vija dyshohet se ka humbur jetën në rrethana ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake nga grupi hetimor, në trupin e të moshuarit janë konstatuar dëmtime në pjesën e kokës, çka ka ngritur dyshime mbi shkakun e vdekjes. Për këtë arsye, policia po ndjek dy pista kryesore hetimi, atë të një krimi të mundshëm, ku viktima mund të jetë goditur me sende të forta, si dhe pjesën e një aksidenti, ku ai mund të jetë rrëzuar dhe ka pësuar goditje fatale. Trupi i pajet është transportuar në morg, ku do t'i nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore. Rezultatet e kësaj ekspertize pritet të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për një ngjarje kriminale apo një vdekje aksidentale. Mësohet se 78 vjeçari jetonte i vetëm prej rreth 25 vitesh, pasi ishte i divorcuar. Ai kishte 4 fëmijë, 2 prej të cilëve jeton në Korçë dhe 2 të tjerë jashtë vendit. Të afërmit janë marrë në pyetje nga policia për të ndihmuar në zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, ndërkohë fqinjet e viktimës janë shprehur të tronditur duke përshkruar atë si njëri të qetë dhe pa probleme me të tjerët. Sipas tyre, ai dhe familja e tij ishin të respektuar në komunitet dhe nuk ishin konflikte të njohura. Kemi shumë vite, kemi kom si shumë mirë dhe djemtë si familje, shumë njerëz të respektuar. A ka pasur probleme me njëri? Jo, konflikte? Gjallë në botë. Hetimet vijojnë, ndërsa autoritetet pritet të hedhin dritë mbi këtë ngjarje që ka ngritur pikpyetje dhe shqetësim në zonë. Eci me të tjera informacione, afati vendosur nga gjykata kushtetuese e Kosovës për zgjidhjen e presidentit po afrohen, por partitë politike mbeten pa marrëveshje. Opozita thotë se nuk ka marrë ende ftesë nga kryeministri Albin Kurti për negociata. Nëse nuk arrihet konsensus, vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Kosova ndodhet përballë një ngërçe politik, ndërsa afati i përcaktuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri po i afrohet fundit. Pavarësisht presionit kohor, partitë kryesore politike nuk kanë bërë ende hapa konkret ndaj arritjes së një marrëveshjeje. Gjykata u ka dhënë ligjvënës Svenja Afat për 34 ditësh për të zgjedhur kreun e ri të shtetit. Në rast të dështimit, kushtetuta parashikon shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme brenda 45 ditë, duke shtuar pasiguri politike në vend. Nga ana tjetër, dy partitë më të mëdha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë deklaruar se nuk kanë marrë ende asnjë ftesë për takim nga kryeministri Albin Kurti. Kjo pavarësisht se ai kishte paralajmëruar se pas vizitës në Francë dhe takimit me presidentin Emmanuel Macron do të ndërmerrte hapa konkret për të nisur dialogun me opozitën. Në këtë situatë, lëvizja vetëvendosje ka lënë të hapur mundësinë për të tërhequr dy kandidatët e saj për president, nëse arrihet një konsensus më i gjerë politik për një emër të përbashkët. Ky sinjal shihet si një përpjekje për të zhbllokuar situatën, megjithse ende nuk ka një platformë konkrete negociuese mes palëve. Ndërkohë, mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundonte me 4 prill, duke e bërë edhe më urgjente gjetjen e një zgjidhjeje. Ligjvënësit kanë kohë deri me 28 prill për të zgjedhur pasuesin e saj, përpara se vendi të përballet me një krizë të mundshme institucionale. Në mungesë të një dialogu të mirëfillt dhe kompromisi politik, rreziku për zgjedhje të përkohshme mbetet reale, duke e futur Kosovën në një tjetër fazë pasigurie politike. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 3 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore priten edhe reshje bore. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumicën e territorit dhe reshje bore në zonat lindore. Pasditja vijon me mod të paqëndrueshëm dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 prill 2026 do të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë, 5 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 5 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të na ndiqni programacionin në VM të Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.